I was impressed with him when he was young and brash and was very good with the gun. But I was moved by his wisdom in accepting the peace, becoming prime minister, and then becoming president. Presidenti Amerikan Bill Clinton kishte zhvilluar më 20 qershor të vitit 1999 një bisedë telefonike me Hashim Thacin, pasi ishte arritur marrëveshja për çmilitarizimin e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Në këtë bisedë, Clinton e kishte falendëruar Thacin për nënshkrimin e marrëveshjes, ndërkohë që Thaci i thot presidentit atëhershëm amerikan se e kishte marrë këtë vendim për shkak të misionit drejt paqes dhe krijimit të një stabiliteti në Kosovë, por edhe në Ballkan. Gjithashtu, në telefonatën e zhvilluar në qershorin e vitit 1999, Clinton ka theksuar se qëndrimi i Thacit për respektimin e të drejtave të njerëzit dhe të drejtave të minoriteteve ishte shumë i rëndësishëm. Këtë transkript të kësaj bisede ka publikuar ish diplomati i Kosovës, Petrit Selimi, ndërkohë që është duke u zhvilluar procesi i gjykimit kundër ish presidentit Hashim Thaci dhe ish bashkëluftëtarëve të tjerë, të cilët akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Duke folur nga Haga, Thaci ka thënë se kundërshtarët e Kosovës dhe të UÇK-s kishin qenë ushtria, policia dhe paramilitarët serb, të cilët kishin përvojë të madhe në fushatat e tyre të vrasjeve në Bosnjë. Kundërshtarët tanë ishin ushtria dhe policia serbe, të kalitur nga vrasjet në Bosnjë-Hercegovinë. Pa këtë rezistencë gjithpopullore, Kosova nuk do të ekzistonte fare. Qytetarët e Kosovës nuk donin luftë, ishin të përkushtuar për paqe. Lufta u imponua. Kosova ishte dhe është në anën e drejtë të historisë, ka theksuar ish presidenti i vendit. Premtimi ish presidentit Hashim Thaci për të ruajtur paqen, për të respektuar të drejtat e njerëzit dhe minoriteteve në Kosovë, është vlerësuar herët nga autoritetet më të larta amerikane, ende pa përfunduar lufta. Dokumentet publike që RTS sjell sot për herë të parë zbardhin një bisedë domethënëse telefonike, zhvilluar mes ish presidentit amerikan Bill Clinton dhe ish presidentit të Kosovës Hashim Thaci në 20 qershor të vitit 1999. Biseda telefonike zhvillohet në një kohë kur sapo ishte arritur marrëveshja që i hapi rrugë tërheqjes së trupave serbe nga Kosova, duke i paraprirë disa vite më vonë edhe shpalljes së pavarësisë nga shteti i Kosovës. Ish presidenti Bill Clinton, siç zbardhet në dokumentin e publikuar aso kohë nga Shtëpia e Bardhë, jo vetëm që uron Thacin për nënshkrimin e marrëveshjes së qershorit të vitit 99, por e siguron atë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndihmojnë shtetin e ardhshëm të Kosovës për të vendosur paqen, për të ndërtuar vetë qeverisjen, për të ndërtuar forcat lokale të sigurisë. Jam i kënaqur, është shprehur Clinton 24 vjet më